Huaja të cilën më së shumti e ka votuar populli i Kosovës në zgjedhjet e 9 shkurtit është Albulena Haxhiu. Në vend se ta respektojnë popullin, e luftojnë Albulenën. Dhe kush e bën këtë? E bëjnë edhe 10 deputet që sot janë në opozit dhe e kanë votu zajednicën me 27 qershor të vitit 2013. Po ashtu 10 deputet që sot janë në opozit e kanë votuar amnestimin e kriminalëve serb në veri me 11 korrik 2013. E bëjnë edhe 7 deputet opozitar sot, të cilët me 3 gusht të vitit 2015 e kanë votuar gjykatën speciale. Dhe e bëjnë 15 deputet opozitar që janë tani e patën votuar demarkacionin me Malën e Zi me 21 mars 2018. E këta deputet të papenduar për këto 4 votime kaq të këqija nuk e votojnë Albulena Haxhiun. Dhe bile ja pamundsojnë korumin kuvendit për votim të fshehtë. 5 deputet opozitar i kanë votuar të 4 këto të këqija, kurse Albulena Haxhiu asnjërin prej tyre.